Njerëz kisha pas shef me përcjell që të vjedhje deri në fund se sa kallaj mundesh mi shpërla diku na trunin se një shoqënie. Qytetin të bok ta kit eksperiment e ki aziatike aspedin se qa po ndodh, sa herë po bën një alarm bip, këta po quhun kom. Tash edhe kema s'di sa herë ty, po këta ja nisi mu quhun kom, tu mu se ditë se pse mu quhë se çka po ndodh, po veç pse pishe këta. Kjo është një mësim në jetën reale, shembull që na ndodh edhe neve, veç pse e sheh një lajm ose një njeri i fuqishëm ka thonë diçka, nuk do me thonë që është e vërtet, mos e lëmë të shpërlot truni, ose vjen dikush me një kulturë ndryshme, këshyr me imponu në vendin tonë, e na e nisi me përcjell që ata s'është e mirë. Që tash ke med vetëm këtu, edhe ke nisa pet mu çunko, masi të bën alarmi bip, e përcjell ritualin e njëjtë, se çashtu të gjet, tash ashtu pe vazhdon. Tash hini edhe ky pacienti tjetër, tash edhe ky shkon ulet aty, mas disa sekunda ja nis me bë pet alarmi bip, që quhet në kom. Edhe ullet e sheh ky, tani e veti thot pse po quhesh në kom, çfarë problemi? Ky i thot po çashtu të gjeta, çështu pe vazhdoj. Njëtin sen ndodh në jetën tonë reale. Mas i të sheh ky që apet bën alarmi bip që tash quhen dyt në kom, se ja shpërlaj ti trunin edhe këtina. Edhe njëtin sen vazhdojnë çështu e ren, vijnë pacienta tjerë edhe e vazhdojnë. Kështu që ruje se qa po ngon, mos bi prej e propagandave dhe rrenave, edhe mos e le shembull me marr kulturat huja e të këqija edhe mo të dok normale. Këqyrë se qa po bën.